Në ditën e dytë të punimeve të Komitetit Stabilizim Asociimit BE Shqipëri, mazhoranca dhe opozita diskutuan për reformën në drejtësi. Fatmir Xhafa, i cili udhëhoqi këtë reformë në emër të mazhorancës, dhe Oerd Bylykbashi, i cili ishte përfaqësuesi kryesor i Partisë Demokratike në këtë proces, përcollën në Strasburg qëndrime diametralisht kundërta që ndajnë dy forcat kryesore politike për rezultatet e kësaj reforme. Ne si mazhorancë rikonfirmojmë se i qëndrojmë fort reformës kushtetuese të vitit 2016. Dhe si që jemi shprehur publikisht, shtyllat e asaj reforme i konsiderojmë të paprekshme. Reforma në drejtësi ka 10 vjet që vazhdon, pa përfundim në horizont. Sa më shumë zgjatet, aq më shumë sjell destabilitet, pa siguri ligjore për qytetarët dhe kolaps të sistemit. Ndërsa Partia Socialiste vlerësoi punën e SPAK-u dhe institucioneve drejtësisë, opozita deklaroi se sistemi i drejtësisë është i kapur nga qeveria. Bashkërisht, të ulemi të punojmë për të reflektuar në rekomandimet e Bashkimit Evropian dhe në asistencën dhe monitorimin e tyre, të adresojmë masat dhe rekomandimet përkatëse për konsolidimin e reformës në drejtësi në standardet më të mira europiane, respektimin e lirive dhe të drejtave të njerëzit. Kemi një sistem të dobët, selektiv dhe të politizuar. Drejtues të opozitës janë ndaluar në paraburgim pa akuza formale për më shumë se një vit. Nëse pyet qytetarët të cilët përballen çdo ditë me sistemin e drejtësisë, mbi 90% do thonë se reforma ka dështuar. Mund të vazhdojmë të themi se ishte sukses, por njerëzit do vazhdojnë të vuajnë diçka që ishte menduar për të qenë në shërbim të tyre. Kundër reformës në drejtësi foli edhe eurodeputeti Fredi Beleri, i cili deklaroi se qeveria ka kapur sistemin e drejtësisë. Qeveria përmes prokurorisë ka ushtruar presion mbi kundërshtarët politik. Ndërkaq Fatmir Xhafa, i cili drejton komisionin e posaçëm që ka si mision realizimin e reformave që i nevojiten vendit në rrugën e antarësimit në BE, lajmëroi se parlamenti ka nisur punën për 2 ligje, ligjin për konfliktin e interesit dhe financimin e partive politike.